Absolutisht propagandë, spekulim, nuk po du me cilësu urgjente, si kuvend, mirë po sigurisht na imponon pjesa e datës së konstituimit të institucioneve, sepse është përgjegjësia e partisë atë modo me fillu punën edhe me përshpejtu ato procedura, përndryshe grupi parlamentar është edhe deputetët janë zgjedhur, po besoj që është, jo po besoj, po garantoj që është funksional, pa marrë parasysh organizimit kuvendit LDK-s. U bërë një marrëveshje mes lëvizjes dhe vendosjes. Absolutisht propagandë, spekulim në niveli jo të mirë, sidomos në kohën kur ndodhi pra procesoj pa burim të informatës, pa citim të një eksponenti ose të një lajm ose të një informatës zyrtare nga LDK, është spekulim, nuk qëndron. Përndryshe kryetari i ka deklaruar qëndrimin e vet përmes videomesazhet dhe ka cilësu nevojshme që me pezullu negociatat me lëvizjen e vendosjes derisa të zgjidhim çështën e brendshme. Është një mëri çështjeve procedurale e cila duhet të organizohet nga ne si sekretariat, këtë rast nga unë si sekretari i përgjithshëm, i kemi nisë pjesën e themelimit të komisioneve që janë të nevojshme dhe sigurisht që kam filluar një pjesë e punës që ka filluar, po janë çështje të brendshme të cilat nuk është dashur me zbuluar me pjesën e